تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me kapitullin e radhës në librin e Kitabu Zeka, në librin e Zekatit, ku thot autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah: Babun fil hulli wal urudi idha kanat lit-tijara. Kapitulli rreth stolit dhe sendet e çmuara kur janë për tregti. Kapitulli do më thënë rreth stolive dhe sendeve të çmuara që janë me çmim, do më thonë kur janë të parapame për tregti. Këtu Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah përmend hadithin e parë, i cili është në renditje e këtij librit, hadithi 581, an Thabit ibn Ajlan an Ata an Ummi Salamah radiyallahu anha annaha kanat talbisu awdahan min dhahab. فسألت عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أديت زكاته فليس بكنز. Umu Salama radiallahu anha, nana e besimtarve, ajo përdorte do më thonë ose vishte stoli prej ari, dhe e pyeti për këtë çështje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a llogaritën këto si lloj thesar që deponohet? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: nëse jep zeqat për to, nëse qit zeqatin për to, falejse bikenzin, atëherë nuk është, domethënë nuk llogaritet si thesar. Nuk llogaritet domethënë si thesar. Pastaj janë këtu 3 hadithe që i përmend autori rahimahullah, dhe pastaj e përmendim edhe shpjegimin e Sheikh Zeidit rahimahullah. Hadithi i radhës është an Samurat ibn Jundub radiyallahu anhu qal: amma ba'd fa inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana ya'muruna an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'iddu lil-bay'. Rawahu Abu Dawud. Sahabiu i nderuar Samura ibn Jundub radiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam i urdhëronte që të japin zekatin nga ato që i përgatisin për shitje. Që ato do më thonë që i kena përgatit për shitje, por ato i urdhëronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të japin muslimanët zekat. Dhe hadithi fundit në këtë kapitull, ورواه البيهقي بإسناد عن أحمد بن حنبل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. Do më thonë ky hadith, ose ky është fjalë, do më thonë ether nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma, ku thot nuk ka zekat për sendet e çmuara përveç atyre që janë për tregti. Nuk ka zekat për sendet të çmuara vetëm për ato, do më thonë, që janë të përgatitura për tregti. Këtu dietari i madh Sheikh Zeidi rahimahullah thot se këto 3 hadithe dhe hadithi i parë aludon, do më thonë, se është obligim për muslimanin me dhënë zeka për arin dhe argjendin që mbahet, do më thonë, për stoli. Do më thonë, është sipas mendimit të sakt, sepse kjo çështje
çështja domethënë e stolive që përdoren domethënë për zbukurim nga ana e grave, këtu ka çështja khilaf, domethënë mos pajtim mes dietarëve. Por Sheikh Zejdi rahimahullah thot se sipas mendimit më të saktë dhe ajo që është edhe më e sigurta që njeriu domethënë me qit zeqatin për arin dhe argjendin që gruaja e ka domethënë dhe përdorë për stolisje. Dhe sa i përket kësaj çështjes, po ashtu imami i kohës son, Sheikhul Islami Imam Ibn Bazi rahimahullah thot se e sakta është se duhet të jepet domethënë zeqati për stolit që përdoren për zbukurim. Domethënë sipas mendimit, edhe kur është pyetur Imam Ibn Bazi rahimahullah për këtë çështje, ka përmend se kjo çështje ka khilaf, ka domethënë mos pajtim në mesin e dietarëve. Por e sakta është thot Sheikh Ibn Bazi rahimahullah se duhet të qitet zeka për stolit që përdoren për zbukurim nga ana e grave. Dhe si u përmend edhe në mësimin e kaluar, e përmendëm se Sheikhu jon i dashur, Arafat El Khair hafidhahullah, ka bërë domethënë hulumtim edhe rreth kësaj çështjes e qitjes së zekatit për stolit që përdoren për zbukurim. Dhe aty ka përmend Sheikhu hafidhahullah 3 mendime. Do thonë rreth kësaj çështjes, rreth kësaj mesele, a qitet zeqati, a jepet zeqati për stolit që janë nga ari dhe argjendi, nëse janë stolit domethënë nga diçka tjetër, nuk jepet domethënë. Nëse është do një stolit domethënë nga do një send tjetër, nuk jepet. Por është muhabeti dhe fjala këtu për ato domethënë stolit që janë nga ari dhe argjendi. Ka përmend shehu domethënë të 3 mendimet të dietarëve, që respektivisht domethënë edhe kanë qenë ato mendime të pranishme në kohën e sahabëve ridwanullahi alejhim. Mendimi i parë nuk është obligim me dhënë zeqat. Nuk është obligim me dhënë zeqat domethënë për stolit që përdoren nga ana e grave për zbukurim. Dhe këtë mendim e ka pas Aisha radiallahu anha, Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu në një transmetim, Jabir, Esma bint Abi Bakr, El Hasan, Tawus, dhe është me dhëpi Malikut, Shafiut dhe Ahmedit dhe Ishaq ibn Rahawaj. Dhe kjo është domethënë mendimi i xhumhurit, i medhhepeve. Domethënë në mesin e medhhepeve është mendimi i shumicës së dietarëve se nuk është obligim me dhënë zeka për arin dhe argjendin që përdoret nga ana e grave për zbukurim. Mendimi i dytë, thot shehu, është mendimi që duhet me dhënë zeqat për stolit që përdoren për zbukurim. Dhe këtë mendim e ka pas Omeri radiallahu anhu, po ashtu edhe në një transmetim Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, po ashtu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, po ashtu Abdullah ibn Amr ibn Az radiallahu anhuma, Alqama, Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Ata, dhe është medhhepi Abu Hanifës dhe 2 shokët e tij. Është për qëllim këtu 2 shokët e tij, domethënë Ebu Jusuf dhe Muhammed ibn Hasan al-Shaybani rahimahumullah, që kanë qenë domethënë 2 nxënësit të dalluar të Ebu Hanifës rahimahullah. Megjithatë domethënë që kanë qenë 2 nxënës më të dalluar të Ebu Hanifës rahimahullah, siç përmend shehu jon Kolosi i Diez në kohën tonë Sheikh Rabia rahimahullah, se pas vdekjes Abu Hanifës, ata 1/3 e medhhepit e mendimeve të Abu Hanifës i kanë ndru. Kanë marrë domethënë mendime për dietarëve të tjerë. Dhe disa transmetime thuhet 2/3. 2/3 domethënë. Kjo tregon se edukata e imamëve ka qenë që mos me qenë nxënësit e tyre fanatik, por ta ndjekin argumentin kudo qoftë që ai të jetë. Edhe, por në këtë mesele domethënë e kanë të njëjtit mendim, sikurse edhe që është mendimi i medhhepit i Ahnaf, që domethënë duhet me dhënë zeka. Duhet me dhënë zeka. Mendimi i tretë është mendimi i Anas ibn Malik radiallahu anhu, që thot domethënë se jepet zeka për stolit që përdoren për zbukurim një herë vetëm. Një herë domethënë. Edhe pastaj nuk jepet më. Kjo është domethënë mendimi i Anas ibn Malik radiallahu
anhu. Dhe shejhu në fund bën tërgjih. Tërgjih do të thonë cili është mendim më i saktë. Dhe thot mendimi më i saktë është mendimi i dytë. Mendimi do të thonë që është obligim do të thonë me qit zeka për stolit që përdoren për zbukurim. Kjo është do të thonë sipas shehut ton, Sheh Arafatit hafidhahullah, është mendimi më i saktë, që me dhënë zekat do të thonë për stolit që përdoren do të thonë për zbukurim, edhe po ashtu është ai mendimi i Sheh Ibn Bazit rahimahullah, po ashtu edhe Sheh Zeidit rahimahullah, që thot Shehu Sheh Zeidi rahimahullah është ahwat do të thonë më e sigurta është. Je do të thonë në anën e sigurt. Je do të thonë në mesin e këtij khilafit, je do të thonë në anën e sigurt kur e çet zekatin do të thonë për stolit që përdoren për zbukurim nga ana e grave. Po ashtu thot Shehu Sheh Zeidi rahimahullah se ajo që është do të thonë vlera minimale te ari është 85 gram, kurse te argjendi 595 gram. 595 do të thonë gram, ose 200 dirhem. E ne si e tham do të thonë erën e kaluar si kanë mas selefët ridwanullahi alehim, dhe është për afërsisht do të thonë aty 595 gram të argjendit dhe 85 gram do të thonë të arit. Po ashtu thot Shehu Sheh Zeidi rahimahullah se këto dy hadithet, një hadith dhe po ashtu edhe etheri i Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma aludojnë do më thonë se është obligim me dhënë do më thonë zeka për ato sende që njeriu i ka përgatit për shitblerje për tregti. Por kjo çështja e shitblerjes e tregtis, çështja e shitblerjes dhe tregtis ka disa kushte. Ka disa kushte do më thonë që duhet të përmbushen. Thot Shehu Sheh Zeidi rahimullah, kushti i parë është që pronari i atyrve gjënave, sendeve, me pas nijet do më thonë me bë tregti. Me pas nijet do më thonë me bë tregti. Kushti i dytë do më thonë që ato do më thonë të amrin vlerën minimale për zekatin. Vlerën do më thonë minimale për zekatin. Dhe ajo do më thonë shihet ose në bazë të arit, ose të argjendit. Dhe kushti i tretë, thot Shehu Sheh Zeidi rahimahullah, të kaloj një vit mbi to. Të kaloj do më thonë një vjet mbi to. Atëherë, kur kalon një vit, thot Sheh Zeidi rahimahullah, pronari do më thonë, me çmimin aktual që e kanë ato, prodhimet, janë prodhime, qofshin ato prodhime ushqimore, ose prodhime industriale, ose diçka të tillë do më thonë, që janë parapame për tregti, me çmimin aktual. Do më thonë, jo me çmimin që i ka ble aja ato, ka dallim. Sa e mundet i ka blet me një çmim më të ulët, por se mas një vjet e kanë ata një çmim tjetër. Është rrit çmimi. Atëherë, me çmimin aktual do më thonë, i qit 2.5%. I qit do më thonë 2.5%. Edhe është pyetur dietari i madh el Imam Sheikh Salih Al Fawzani hafidhahullah në një pyetje që një tregtar i thotë unë jam tregtar dhe kam do më thonë prodhime që i shes edhe që i blej, po kam edhe para të holla. Si duhet t'ja bëj do më thonë përqitjen e zekatit? Shehu i ka thënë në përgjigjen e tij do më thonë Sheikh Fawzani hafidhahullah se ai do më thonë në fund kur e bën llogarin do më thonë e vlerës së atyrve sendeve që ai posedon, e bashkon po ashtu edhe lekun që e posedon, parat që i posedon, edhe pre asaj i qit do më thonë 2.5%. Pre asaj do më thonë i qit 2.5%. Kjo është sa i përket do më thonë urutet tijara, dhe po ashtu do më thonë për çështjen e urutet tijara,
është çështja domethënë zekatin për mallin e tregtisë. A jepet në para ose në ato sendet e tregtisë që i posedon tregtari. Do thonë për shembull tregtari ka tapeta. Edhe shkon te fukaraja edhe a jep 20 tapeta për shembull. Si qëndron këtu çështja, do thonë se dikush punon me diçka tjetër, me ilaçe për shembull. Edhe ja çon ato barnat atij tjetrit në shtëpi, edhe i thot maj këta tash. Si është puna domethënë? Këtu mendimi i xhumhurit është, i Malikia, Shafi'ia dhe Hanabila, është domethënë që qitet domethënë me para. Domethënë me para. Domethënë e vlerëson ai vlerën sa e kanë ata dhe e qit 2.5%. Dhe e qit domethënë 2.5%. Dhe këtë mendim për 2.5% e kanë të gjithë medhhepet këtë mendim. 4 medhhepet domethënë janë në pajtueshmëri se ai tregtari për sendet e tregtisë që i ka, kur e bën domethënë vlerën e mallit, i qit domethënë në fund 2.5%. Kjo domethënë është mendimi i xhumhurit, që me ia dhën atit njeriu të varfër ose nevojtarit në lek, mi dhën atit lek. E jo domethënë ato sendet që ai domethënë bën tregti. Po mendimi i dytë është domethënë që e ka kur ka domethënë nevojë dhe po ashtu ekziston edhe dobia, ka nevojë dhe ekziston dobia, atëherë lejohet të qitet zekati në mallin e tregtisë. Dhe këtë mendim e ka pas Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Nëse domethënë ka dobi dhe ka nevojë ai, domethënë fukaraja, që mundesh domethënë me ia dhënë atit edhe në mallin që ai tregtari e bën domethënë në atë tregtinë. Pastaj thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket sendeve të çmuara që nuk ka për ato zeka, janë si për shembull ato çështjet që përdoren për transport ose automjetet që njeriu domethënë i përdor, ose edhe shtëpinë e tij. Shtëpinë që e posedon për atë nuk jep zeka. As për makinën që e posedon, as për shtëpinë, as edhe për tokën që e punon. Tokën si tokë domethënë nuk jep zeka. Por thot Sheikh Zejdi rahimahullah, ajo që nxjerr ai nga toka është diçka tjetër. Edhe nëse po ashtu e jep shtëpinë e tij me qira. E jep shtëpinë e tij me qira dhe po ashtu edhe makinën e tij e jep me qira. Atëherë domethënë nga fitimi i aty në seneve domethënë e qit zekatin. Për ndryshe domethënë nëse i përdor për përdorim personal, nuk ka aty domethënë zeka për të. Pastaj, kapitulli i radhës është kapitulli ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babu zekatil ma'dini war rikas. Kapitulli i zekatit të burimeve nëntoksore dhe thesarit të varosur. Kapitulli domethënë i zekatit të burimeve nëntoksore, siç janë ari, argjendi, bakri, hekuri, nafta, gazi. Dietarët bashkohor, domethënë Sheikh Fuzani hafidhahullah, kur është pyetur domethënë në kuptimin e el ma'din, e ka përmend edhe çështjen e naftës. Këtu, domethënë el ma'din është pasuri që Allahu e ka krijuar në tokë. Është domethënë në tokë, domethënë si janë domethënë si tham ari, argjendi, bakri kështu me radhë. Rikas, sepse çka është dallimi domethënë tash mes ma'din dhe rikas. Rikazi është thesar i varosur nga njerëzit e kohës së xahiljetit ose të kohave të lashta. Domethënë kjo është dallimi mes el ma'din, se dhe të dyja janë realisht në tokë.
janë domethënë tokë, por ato janë domethënë në mënyrë natyrore, janë burime nëntoksore, kurse kjo tjetra domethënë është e varrosur, domethënë nga njeriu, nga njerëzit domethënë e kanë fut domethënë e kanë fut të nën tokë. Këtu përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah dy hadithe në këtë kapitull. Hadithi I parë an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال الأجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس متفق عليه. Do më thonë, hadithi është se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, dëmi I shkaktuar nga kafsha pa pronar është do më thonë I falur. Nuk ka do më thonë dëm shpërblim për të. Po ashtu edhe pusi është I falur. Ato sendet do më thonë nëntoksore, burimet nëntoksore, janë po ashtu të falura. Ndërsa në rikaz jepet 1/5. Në rikaz jepet do më thonë qitet 1/5. Pastaj hadithi tjetër 585 عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطعه العقيق أجمع فلما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل قال فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. Të ky hadith që e transmeton domethënë El Harith ibn Bilal ibn El Harith nga babai I tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë mori sadaka nga minjerët që ja dha domethënë babait të El Harith ibn Bilal ibn El Harith që ishte nga vendi El Qabeliya dhe ja dha atit luginën që ta punojnë. Lugin domethënë që kishte burime nëntoksore, ja dha domethënë me punu, me përdor, me shfrytzu. Kur erdhi Omeri radiallahu anhu, I tha Bilalit radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam ta ka dhënë këtë lugin që ti t'i shfrytëzosh ato burimet nëntoksore, domethënë vetëm për përdorim, nuk ta ndajti ty domethënë për përherë, ta kesh pronë private, por për shfrytëzim, për ta përdorish për një kohë domethënë të caktuar. Pas kësaj, Omeri radiallahu anhu vendosi dhe caktoi t'ua jep domethënë njerëzve atë lugin. Domethënë jo vetëm një personit, por ma shumë persona, ma shumë njerëz domethënë kishin të drejtë domethënë në ato burime nëntoksore në atë luginën e El Aqiq. Këtu, sa I përket hadithi I parë, El Ajma'u Jubar. Domethënë, El Ajma është për qëllim këtu kafsha. Kafsha domethënë që shkaktojnë domethënë dëm. Që ec ajo kafshë domethënë pa pronarin e saj. Sheikh Fauzani hafidhahullah thot se nëse kafsha shkakton dëm të dikën në kopshtin e tij gjatë ditës, atëherë pronari I saj nuk ka dëmshpërblim me pagujt. E nëse kafsha shkakton dëm gjatë natës në kopshtin e dikujt tjetrit, atëherë pronari I saj duhet me dhënë dëmshpërblim. Me apagujt domethënë dëmin që ja ka shkaktuar kafsha te kopshti I tjetrit. Sepse gjatë ditës janë obliguar domethënë pronarat e atyre kopshtve të kujdesin për kopshtet e tyre. Kurse gjatë natës janë domethënë të detyruar pronarat e atyre kafshëve që ato të kujdesin për kafshat e tyre dhe t'i ruajnë domethënë dhe t'i lidhin, që mos shkaktojnë dëm domethënë dëm tek të tjerit.
Shekhu Themini rahimahullah thot po ashtu në këtë pjesën e këtij hadithit, nëse pronari i kafshës e di, është në dijeni se kafsha e tij i sulmon njerëzit. E di domethënë ai se kafsha e tij domethënë i sulmon njerëzit, i dëmton njerëzit, edhe prap e lishon domethënë, atëherë ai duhet me dhënë në dëmshpërblim për dëmin që ajo e shkakton. Për dëmin domethënë që ajo e shkakton. Pastaj sa i përket el bi'ru gjubar, domethënë sa i përket pusit, këtu është për qëllimi nëse dikush e hap një pus në pronën e tij, ose do një vend që nuk është vend ku zakonisht njerëzit ecin aty. E vjen tash një tjetër edhe bie në atë pus, në atë grop, edhe dëmtohet. Ky që e ka hap këtë gropën nuk ka asnjë farë lloj përgjegjësi. Por nëse thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, e hap ai atë pusin, atë gropën në një vend ku kalojnë njerëzit, ku është zakonisht rrugë kalimtare dhe njerëzit e përdorin për punët e tyre, për sendet e tyre, për te kopshtet e tyre me shku, për te punët e tyre, për tregjet e tyre, e hapa ai aty, edhe bie dikush mbrenda, rrëzohet, dëmtohet, ai duhet me dhënë dëmshpërblim. Dhe thotë Sheikh Fozani hafidhahullah se nëse njeriu, domethënë e bën një grop në një vend ku është kalimtare, atëherë është i detyruar ai që mi bë ato domethënë në para përgatitjet që me rrethu atë vend, që njerëzit kenë kujdes dhe mos dëmtohen. Shkoni domethënë barakallahu fikum bukurinë e fesë islame, se si janë caktuar dhe si janë rregulluar këto sende barakallahu fikum. Kjo barakallahu fikum para 1440 vite. E ma shumë. Barakallahu fikum. Wal ma'dinu gjubar. Po ashtu do më thonë edhe el ma'din, do më thonë, ajo është po ashtu, që nëse dikush i nxjerr ato burimet thesaret nëntoksore, edhe ka hap një tokë, edhe vjen dikush rrëzohet tash brenda. Ai që e ka hap gropën nuk ka përgjegjësi. Nëse ajo është domethënë në për malet, në për vende domethënë ku zakonisht njerëzit nuk kalojnë, nuk kalojnë, dhe është përmend po ashtu në shpjegimin e kësaj pjese që ato sendet që i gjen njeriu domethënë, ato burimet thesaret nëntoksore, ato domethënë i mban për vete. Dhe e saktja është domethënë që duhet me qitë, dhe kjo është medhhepi i xhumhurit, se zekati e el maadin, ato burimeve nëntoksore, është 2.5%. Është domethënë mendimi i xhumhurit, domethënë të Malikia, Shafi'ia dhe Hanabila, që sepse e shohim këtu domethënë er-rikaz wa fi er-rikaz el-khumus. Se te ato domethënë thesaret të varrosura, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, aty ka zekat domethënë 20% duhet me qit. Kurse te çështja e thesareve, burimeve nëntoksore, nuk është përmendur çështja e 20%-shit. Edhe sipas mendimit të xhumhurit domethënë ajo është 2.5%. 2.5 domethënë në përqind, por këtu dallojnë mendimet e dietarëve për çka duhet me qit domethënë 2.5%. A është se disa prej dietarëve kanë thënë vetëm në ari dhe argjenti. Imam Ahmedi rahimahullah ka thënë edhe në sende tjera, domethënë bakri ose hekuri dhe sende domethënë tjera që janë me çmim. Megjithatë, më e sigurt është me qit domethënë edhe për ato sende tjera 2.5%. E rikes, ato thesaret domethënë që janë në tokë, nëse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ato
kanë shenja se janë prej muslimanëve. Atëherë llogaritën ato si sende të humbura. Dhe ai i cili i ka gjetë ato, domethënë, atëherë duhet me ndjek ato rregulla şeriatike që për 1 vjet, domethënë, her pas her, domethënë, me shku në vende ku mblidhen muslimanët, zakonisht, edhe me tregu, domethënë, edhe me thonë se a ka dikush që ka humb diçka ose që kërkon diçka e kështu me radhë. E nëse, thot Sheikh Zejdi rahimullah, nuk vjen pronari i atyre sendeve që janë të thesareve, domethënë që njerëzit i kanë futur në tokë, atëherë, nëse ai i cili ka gjetë është prej fukarave, i përdor për veten e tij, thot Sheikhu. I përdor për veten e tij. E nëse ai i cili ka gjetë është prej njerëzve të pasur, atëherë aula është më parsore dhe ahab dhe më e dashur dhe më e preferuar që ai për ato sende, domethënë ato me i dhënë sadaka. Me dhënë sadaka dhe njerëzve që janë fukara. Nëse është njeriu i cili ka gjetë ato, domethënë është domethënë i pasur. Nuk është domethënë obligim, shehu thotë, por është domethënë më parsore dhe më e preferuar, domethënë. Ai i cili i gjen dhe është vetë, domethënë situatën e tij ekonomike është e mirë dhe ka pasuri, atëherë këto që i ka gjetë domethënë e rrikes, që janë prej muslimanëve, domethënë pasi që pret 1 vjet, atëherë domethënë i jep në formë të sadaka. E nëse domethënë gjen sende domethënë të çmuara me vlerë në vendin e kufrit, edhe ka hyrë në vendin e kufrit me siguri, do të thonë i kanë dhënë ata siguri, domethënë hyn aty te ata me siguri, me lloj domethënë kontratë, si themi në kohën tonë, domethënë me vizë e të ngjashme. Atëherë el Hanefia, el Ahnaf, nëse janë domethënë kanë shenja prej, do të thonë është në darul kufër, është do të thonë në vendin e qafirave dhe kanë shenja domethënë që janë domethënë prej qafirave. Hanefit thonë domethënë i merr ato dhe s'ka gjë për to. Kurse Hanabila e kanë mendimin domethënë që ai merr ato dhe i jep 20%. Domethënë si është e hadithi wa fi rrikazil khumus. Dhe të rrikaz është domethënë të thesaret të varosura 1/5 që janë domethënë 20%. E Shafi'ia, medhhebi i Shafive është u akthen njerëzve të vendit. U akthen, u dorëzon njerëzve të vendit, domethënë organeve kompetente, e paraqit domethënë. Këto janë domethënë 3 mendime sa i përket domethënë nëse gjen dikush diçka të vlefshme në vendet e kufrit. Edhe si u përmend domethënë barakallahu fikum, të çështja domethënë e shfrytëzimit, që domethënë se ma'din, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, vjen nga fjala domethënë ose rrjedh nga fjala adan. Do thotë domethënë që qëndron në një vend. Edhe Allahu Taala thotë Jannatu adnin, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, që ata domethënë do jenë ato xhennetin, ato kopshte në mënyrë të përhershme. Edhe këto ma'din, çështje domethënë rrin ata në atë vendin ku janë domethënë, ata nuk lëvizin, aty janë domethënë. Nuk ndryshon vendi i tyre. E sa i përket, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se çka llogaritet si burime nëntoksore që duhet me qitë domethënë 2.5%, si tham domethënë Imam Ahmedi rahimahullah, është domethënë të mendimit se këtu hyn ari, argjendi, hekuri, bakri, e sende të tjera domethënë që kanë vlerë. Medhhebi i Malikive dhe e Shafi'ive
është domethënë se këtu hyn ose janë të përfshim vetëm se ari dhe argjendi. Ari dhe argjendi. Pastaj, Sheikh Zejdi rahimahullah thot se te hadithi i dytë në lidhje domethënë me Bilal radiallahu anhu, që pejgamberi alayhi salatu wasalam ja ka ndajt një luginën e el-aqiq, që ai me përdor dhe me shfrytëzu ato burimet nëntoksore. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith aludon se pushtetarit të muslimanëve i takon me i dhënë një pjesë të tokës që është tokë të shtetit, m'ia dhënë ndonjë personit ose familjes, që ata ta punojnë atë, që ata domethënë ta punojnë dhe ta përdorin dhe të përfitojnë domethënë, që kështu domethënë kjo është sidomos për njerëzit që janë fukara dhe njerëzit domethënë që sakrifikohen dhe bëjnë mund domethënë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, që kështu domethënë të ruhet dhe të jetë mbrojtme domethënë nderi i muslimanëve. Edhe kjo është domethënë prej urtësisë që domethënë njerëzit të aktivizohen vetë, të punojnë vetë domethënë dhe vetë ta qesin riskun bi'idhnillahi taala. Jo që domethënë bëhen dembel dhe parazit dhe mos me punu, por me punu, sepse pushtetarët domethënë kur e shef një gjë e tillë, atëherë u andan njerëzve dhe në këtë mënyrë domethënë ai aktivizohet dhe e punon atë tokën dhe kështu domethënë fiton ai lekun e tij dhe nuk bëhet barë për të tjerit. Nuk bëhet domethënë barë për të tjerit. Kjo ishte për sa i përket këtyre dy kapitujve, dhe kapitulli i radhës është babu sadaqatil fitr, por këtë kapitull bi'idhnillahi taala do mësojmë në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.